Dhe pse me 2 vite histori, klubi I futbollit Shiroka ka bërë histori, vetëm hapat e parë ku ka qenë në deputimin e kategorisë së tretë, kalon direkt në kategorinë e dytë duke qenë protagoniste kryesore e grupit A, si pretendente e kualifikimit në të parën, e tregon qartë një gjë të tillë. Një nga titullarët e formacionit Shirokas, I cili mban dhe shëritin e kapitenit, shpreh I kënaqur për besimin e dhënë si nga dhe ecuria e skuadrës, përfshirë dhe fitoren e fundit Merzenin e Shijakut. Shumë I kënaqur të po parasysh se Shiroka ka 2 vite ekip që është kriju, tham drejtën kena kriju një super grup dhe besojmë deri në fund që do të arrijmë të njëjtën në një kategori më lart, edhe pse me play-off, por unë besoj te forca e grupit, kështu që tham se do t'i arrijmë. Kur kanë mbetur dhe 3 ndeshje nga mbyllja fazës së dytë ku e fundit luhet në transferten me Beslidin kryesuese, Drabeja beson se do ta mbyllin me sukses. Them drejtën, edhe 3 ndeshje kanë met, në të respektojnë kampionatin deri në fund, por mua të jena të fokusuar për mas me ul ritmin edhe të mendojmë për play-offin. Aty do të tregojmë forcën, shkojmë plozim futboll ndesh, fitojnë më I miri, kështu që them se do të bëhet një ndeshje e bukur. Për Draben Shiroka forcën e saj e ka te grupi teksa vlerëson dhe punën e trajnerit Arditmani, duke qenë të përqendruar dhe optimist për të kaluar një kategori më lart dhe pse me play-off. Për sa Arditin e kena filluar qysh fillim në fillim të sezonit, duke krijuar edhe grupin që në fillim, kështu që tham se e njeh edhe komplet ekipin, pothuajse e ka krijuar edhe vetë qysh fillim me disa ardhje në januar, kështu që besoj shumë te ky ekip, shpresojmë që në fund t'ia dalim edhe të njëjtën kategori më lart, edhe pse me play-off.